çfarë ka brenda te çanta, çfarë ka bler kjo motra ime, e do t'u tregoj në videon tjetër të gjitha gjërat që bleu. E shikoj që është shumë e gëzuar. I dhash dhe unë opinionin im, se për çdo gjë do më marrin telefon. Si të duket kjo, si të duket ajo, edhe djali, kjo në fakt shkoi për djalin, po edhe burri provoi rroba, edhe djali edhe bleu, po Eva bleu edhe për vete. Sado që shkoi më shumë për djalin, për rroba për djalin. Nejse, të gjitha këto brandet që shikoni këtu i kemi edhe në Angli edhe kudo kuptohet, por në Florina i kanë 3 fishin e 4 fishin, se sa i kanë në Selanik, po dhe Selaniku prapë i ka shumë të shtrinta se sa i kemi neve aty në Angli. Nuk e kuptoj si bëhet kjo gjë. Të gjitha çmimet edhe në për dyqanet e Greqisë edhe të Shqipërisë i kanë çmimet shumë të shtrenjta se sa i kanë në Angli, sado që rrogat janë shumë të ulta. Më thoni dhe juve tani, cila është logjika, nuk e kuptoj. Nejse, mori edhe këtë që cinnamon rolls, po me kanellë, këto që janë o zot. Ushqimi këtu është nami fare në Greqi. Në Angli s'kemi ushqim, po çfarë të bëjmë tani? Ca vende kanë disa gjëra të mira, ca vende kanë gjëra të mira të tjera, kështu është. Kemi rrobat e lira neve. Ushqimin se kemi të mirë. Po provoj edhe disa rroba të tjera këtu, edhe te video tjetër do t'u tregoj se çfarë bleu nga këto që provoj.